Sot do të flasim për vdekjen tragjike të aktores dhe prezantueses turke Neşe Özkan. Vdekja e saj ishte një humbje madhe, jo vetëm për të dashurit e saj, por edhe për ata që u frymëzuan nga puna dhe vitaliteti i saj. Neşe ishte në prag të kulmit të saj, por tashmë kanë ngelur vetëm 2 djemë të vegjël, të cilët tani ishin pa nënën e tyre të dashur. Për ta kjo botë do të bëhet krejtësisht ndryshe. Plot pyetje dhe dhimbje, sepse janë ende shumë të vegjël për të kuptuar pse nëna e tyre nuk është më pranë. Kjo tragjedi të godet edhe më shumë kur kupton se vetë aktoria, sikur e priste fatin e saj, hodhi një hap që u bë fatal për të, duke jetuar me bashkëshortin dhe fëmijët në qytetin e Bursës. Neşe dukej se kishte gjithçka për lumturinë. Familjen, karrierën, bukurinë, megjithatë edhe duke pasur këtë, ajo ndjeu një farë pasigurie të brendshme, të shkaktuar nga komplekset e saj. Kjo ndjenjë shtyu atë drejt një vendimi që ndryshoi gjithçka. Më 17 dhjetor, Neşe dhe bashkëshorti i saj planifikuan të udhëtonin në Stamboll, ku ajo të përmbushte ëndrrën e saj. Ajo gjeti një mjek të rekomanduar nga një mik dhe diskutoi të gjitha detajet e operacionit plastik të ardhshëm. Ky operacion, qëllimi i të cilit ishte përmirësimi i figurës së saj, supozoi të ishte një hap drejt pajtimit të saj të brendshëm. Shumë njerëz e konsiderojnë kirurgjinë plastike një mënyrë të thjeshtë dhe të shpejtë për të arritur pamjen që dëshiron, por pakush mendon për rreziqet serioze që ato mbartin. Neşe ishte plot shpresa dhe pritshmëri. Ajo besonte se ky vendim do të ndryshonte jetën e saj për mirë. Por operacioni, i cili duhet të zgjaste disa orë, u kthye në një mangë. Kirurgjia plastike, qoftë edhe më të thjeshta, mbarti rrezikun e komplikimeve serioze. Infeksionet ose mbi ngarkesa e trupit për shkak të anestezisë së zgjatur janë të gjitha rreziqe që nuk mund të eliminohen plotësisht. Edhe mjekët më të mirë nuk mund të garantojnë 100% siguri. Më 17 dhjetor, Neşe u transferua në sallën para operacionit. U nisën përgatitjet për operacionin. Atmosfera e asaj dite ishte e mbushur me optimizëm. Të gjithë besonin në një përfundim të suksesshëm, por vetë Neşe, e cila sipas të shoqit, buzëqeshi dhe duke e qetë. Pranë saj ishte i shoqi. I shoqi nuk e la asnjë moment vetëm, ai mbajti dorën, e puthi dhe u përpoq të ngjallte besim. Duke fshehur frikën e humbjes së saj pas buzëqeshjes, mbështetja e tij ishte e palëkundur dhe plot dashuri. Kur erdhi koha për të shkuar në sallën e operacionit, Neşe u largua me infermierët dhe i shoqi, duke u përpjekur të mos shfaqte shqetësim dhe trishtimin e tij, i dha asaj një puthje lamtumire, duke qëndruar i qetë pranë saj. Kjo lamtumir doli të ishte e fundit në jetën e një çifti që e donin sinqerisht njëri tjetrin. Operacioni pritej të zgjaste rreth 2 orë, megjithatë, kohëzgjatja abdominoplastikës në varësi të rrethanave mund të variojë nga 1 orë deri në 5 orë. Kaloi ora e parë dhe burri i Neşës priste me padurim lajmin, pastaj kaloi ora e dytë. Dhe ai ende me shpresë, megjithatë kishte filluar të shqetësohej pak. Mjeku që është konsultuar me çiftin para operacionit ka siguruar që procesi nuk do të vonohej, por tashmë kanë kaluar 2 orë dhe dera e sallës së operacionit ka mbetur e mbyllur. Askush nuk raportoi asgjë dhe tensioni u rrit. Ishte ora e tretë e pritjes. Burri i aktores u bë gjithnjë më nervoz. Një parandjenjë ndes në shpirtin e tij, se diçka kishte shkuar keq. Në këtë kohë, në sallën e operacionit ka pasur një luftë për jetën e Neşës. Zemra e saj filloi të ngadalësohej dhe pulsi i saj u zhuk gradualisht. Mjekët, duke vërejtur përkeqësimin e gjendjes, filluan të shqetësohen. Dera e sallës së operacionit u hap dhe disa specialistë të departamenteve të tjera të klinikës nxituan brenda për të provuar së bashku për të shpëtuar aktoren. Situata në sallën e operacionit u bë kritike. Mjekët në mënyrë të dëshpëruar u përpoqën të rikthenin pulsin të rresht, duke injektuar adrenalin dhe duke përdorur defibrillator. Qëllimi i tyre nuk ishte vetëm ringjallja e zemrës, por edhe mbyllja e plagës kirurgjikale, duke përfunduar procedurën. Mirëpo as adrenalina dhe as një defibrillator nuk mund të ndezin zemrën e Neşës. Koha kaloi, shpresa u shua. Pas përpjekjeve të shumta, mjekët pranuan pa fuqinë e tyre. Duke ngritur duart, shqiptuan fjalë të tmerrshme. Shkruani kohën e vdekjes, 22:45 minuta. Aktoria vdiq 5 orë pas fillimit të operacionit. Në orën 22:50 më në fund, dyert e sallës së operacionit u hapën dhe trupi aktores së re u nxorr jashtë.
sytë e saj ishin të mbyllur. Frymarrja i ndaloi dhe fytyra e saj ishte e fshehur nga një çarçaf i bardhë. Ishte një moment i mbushur me tmerr dhe dhimbje që ndryshoi përgjithmonë jetën e tyre që prisnin jashtë dyerve. I shoqi Neshës, duke parë trupin e gruas së tij. Nuk mund të besonte realitetin e asaj që po ndodhte, i dukej e pamundur që gruaja në të cilën ai ndau jetën e tij vdiste në një moshë kaq të re. Në fund të fundit, ajo ishte vetëm 35 vjeç. Mendimi se fëmijët e tyre kishin mbetur pa nen, sikur e goditi sigurt. Si t'u shpjegojmë tani fëmijëve se nena nuk do të kthehet më. Kjo pyetje pa përgjigje ja vrau zemrën. Fytyra ishte shtrembëruar nga dhimbja, ai nuk i mbante dot të qarat, dhe duke u ngjitur te trupi i gruas së tij, e hodhi mbrapsht çarçafin me duart që i dridheshin. Duke parë fytyrën e Neshës, ai tha me dëshpërim dhe shpresë: "Zgjohu dashuria ime, zgjohu se kjo nuk është e vërtetë." Këto fjalë pro dashuri dhe pikëllim të pakufishëm bën që të gjithë të pranishmin të shpërthenin në lot. I shoqi Neshës u çarmatos përballë kësaj tragjedie dhe dhimbjen e tij e ndjen të gjithë përreth. Ai vazhdoi të përshpëriste fjalë dashurie, duke shpresuar se do të ndodhte një mrekulli, se kjo ishte thjesht një ëndër e keqe. Por koha ndaloi për Neshën dhe as lutjet, as britmat, as lotët nuk mund ta kthenin. Këto momente u bën një provë padurueshme të pranishmit që ndruan të heshtur. Të çuditur nga tragjedia e situatës, duke u lutur për prejen e shpirtit të sëres. Allahu i dhan të durim burrit të saj dhe fuqinë për të jetuar me fëmijët e saj. U preftë në paqe aktoria jonë e dashur, të cilës u ndërprej jeta kaq herët, duke lënë pas një boshllëk dhe dhimbje. Më 18 vjetor, trupi i Neshës u transferua për ekspertizë mjekoligjore. Burri aktores nuk mund të pajtohej me vdekjen e saj dhe fajsoi mjekët për atë që ndodhi. Ai ishte i bindur se ishin gabimet e tyre, pamundësia për të kryer detyrën në kohë dhe sasitë e tepërta të anestezisë që shkaktuan tragjedinë. Ai besonte se zemra e Neshës nuk mund ta përballonte këtë ngarkesë. Përveç kësaj, bashkëshorti i saj tregoi një tjetër fakt të rëndësishëm. Para operacionit Nesha i ka treguar mjekut sëmundjen e saj së zemrës, e cila është operuar në moshën 17 vjeçare. Megjithatë, doktori nuk e ndaloi atë në vendimin e saj për t'ju nënshtruar një operacioni, ndoshta për hir të parave apo për arsye të tjera. Ai e ka injoruar këtë informacion, duke mos marrë parasysh rrezikun e lartë. Kjo rrethan shkaktoi indinjat dhe dhimbje të thellë për bashkëshortin, i cili ishte i sigurt se ky përfundim tragjik mund të ishte shmangur. Kjo tragjedi na kujton se vdekja nuk zgjedh as kohën as moshën, vjen kur udhëtimi ynë përfundon. Të gjithë duhet të kujtojmë se jeta është e brisht dhe paparashikueshme, secili prej nesh është i detyruar të bëjë mirë, të jetë i ndershëm dhe i drejtë, në mënyrë që në ditën e gjykimit të mos pendohemi për ata që kemi jetuar në jetën tonë. Në fund të fundit, e mira që lëm pas është ajo që do të jetojë pas nesh.